Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për ekonomi, për politikë, për gjithçka tjetër. Me këtë tjetër, përveçse me Rezart Priftin. Taksirat e ke. Kënaqësi gjithmonë kem studio rez. Besoj ndoshë pak më parë kur nisën të prezantimin për dyfisho biznesin tënd, si duket kjo si nisëm? Në aspekt ekonomik, flasim gjithmonë tek fusha jote. Tani unë bën sens apo nuk bën sens? Do bëj një kështu disclosure, si i thonë në shqip, për konflikt interesi. Në sensin sepse unë vitin e kaluar kam qenë përfituesi i grantit me startupin tim të këtyre skemave. Okej. Ta mbyllim si ta, mos flasim. Jo, s'kam, unë jam aq transparent sa këtë them publikisht, e kupton? Por jo, nuk e them publikisht për të justifikuar, jo siç është transaksioni shqiptar shitur është bler apo siç ka dalë tani nga Flamingo Dashit në mod fjala sufllaqe, po si dakord, e kupton? Se shqyqyr zotit... Ti sufllaqegjia, si pasur. Por edhe unë sufllaqegjia, vetëm se unë ha sufllaqen me mish borgjes. Por e paguaj vetë... Me vaguz, si vaguz, si që vaguz, që e paguaj vetë funditës, nuk e paguajnë në njëri tjetër. Pra, të thash për konflikt e interesi, dhe masat të tilla, në përgjithësi, po ta them dhe nga parim, dhe nga eksperienca personale, janë të mira kur optimizohen mirë. Që do me thënë? Që do të thotë. Unë falë asaj mase, për shumë personalisht, për e marë të prekshme komplet, arrita të kryoja një inventar, që unë do më ishe dashur 3 deri në 5 vjet për ta krijuar. Mos material prodhimi, se unë jam në industrinë ndër më të rëndat, prodhimi. Prodhimi në Shqipëri është makth. Prodhimi lëkure. Prodhimi, dhe çfarë do të thotë prodhimi? Në Shqipëri është makth. Kush do që na dëgjon tani e di shumë mirë çfarë vështirësish ka prodhimi në Shqipëri. Për mungesën e klastrave, të infrastrukturës, të shumë prodhimit të materialeve dorësore etj. Është makth komplet. Dhe unë për shembull atë lloj baze materiale për të krijuar prodhimin për vitin tjetër, nuk ta kisha krijuar ose më saktë ta kisha për 3 deri në 5 vjet dhe me vështirësi të papara për çfarë? Për të hyrë në treg. Dhe kryesisht startupet e mbështetura në këtë formë nuk kanë thjesht objektiv tregun shqiptar. Kanë objektiv tregun e huaj. Sepse ai është tregu që ti po çave, po të paperëndia e në rregull. Me punën e vullnet normalisht, por që duhet të çik fat në atë aspekt. Edhe për mendimin tim këtu janë masa shumë të mira. Pse? Sepse e bën gjithë bota. E bën gjithë bota. Po të kujtoj që bizneset më të mëdha në Amerikë, duke filluar nga AT&T, nga Facebooku, nga shumë gjëra tjera, janë nisur me grante. Kompjuteri është nisur me projekte të DARPA-s, me çipet e DARPA-s e tjera. Dhe është një pipeline që nuk do të hyn teori akademike tani, quhet pipeline i inovacionit ose tubi i madh i inovacionit, që të tilla gjëra jep incentiva. Është e njohur që publikisht, edhe në studime shkencore, edhe nga teoria e inovacionit e sipërmarrjes, është e njohur kjo që masa më e madhe e tyre nuk janë të suksesshëm në treg. Do me thënë, por basti i tillit statistikor është që në 100, për e fuskot në 100 financuar, apo 100 përfitues të skemës së granteve, 5 deri në 10 për tyre do dalin të suksesshëm që të krijojnë vlerë të shtuar, po është njohur botërisht. Është janë botërisht, po të pretendosh të kundërtoni i çmendur. Krijojnë vlerë të shtuar që kompensojnë koston e këtyre X bizneseve. Për shembull, po marr një shembull asimetri komplet. Pra, mund të hedhë Amerika $100 miliard, po mjafton të krijojë një Facebook dhe një Google tjetër dhe një WhatsApp tjetër që për 5 vjet e kanë kthyer 5 fish $100 miliard në taksa në punë, vlerë të shtuar etj. Pra, tash, është shumë e mirë dhe gjithë asaj që i mshojon është të optimizohet më mirë. Pra të vej hakat e i zotit deri farforme, dakord. Do ketë diseficienca sistemi, siç ka çdo sistem tjetër, por në perspektivën time duhet t'i mshojnë bizneseve që kanë një farë strukture, kanë një farë track record ose më saktë eksperiencë në sakrificën e biznesit. Biznesi është sakrificë, biznesi nuk është çështje u çoa në mëngjes dhe kam një ide. Tashmë është bërë si stigmë kjo në Shqipëri që kam një ide. Dhe unë kryesisht të them të rinjve që i kam në konsulencat mia që i ndihmojnë në zhvillimin e biznesit të tyre që nuk i plasit trapi njëherë për idenë tënde fare. Pra trapi është një instrument, një mjet që të çon nga pika A në pikën B të lumit. Pra trapi nuk i kërcet pare se ti ke një ide, duhet punë nga mbrapa, punë dhe shumë punë. Edhe pse është punë dhe shumë punë. Okej. Ndale bani, sepse bashkë gjithmonë kur vendosen për të zhvilluar biseda, ti më dërgon disa lajme kryesisht nga revista Monitor, që është revista le të themi nga më të njohura dhe më seriozja për ekonominë. Dhe unë ndalen në 2 prej tyre, është një që më bëri shumë interes, korporata investime shqiptare bën thirrje për Palasën, për të krijuar qendra shërbimi publike në Palas. Çfarë është kjo tani? Shiko, ky është precedenti. Okej. Unë para shumë vitesh, problemin me LSI nuk e kam pasur me LSI si parti, e kam pasur me precedentin që vuri. Dhe siç e dinë shumë njerëz që janë afatgjat në këtë vend, nëse janë ndryshoj gjithë skatjerën dhe çerjen sociale
të institucionale të Shqipërisë. Parti pragmatiste. Dakor? Pragmatiste është fjetë term egalitar. Edhe kjo punë e vendosi së kujt, të precedentve që janë shejtan. Pse? Sa të keq e ka thënë që një privat që merr tokën për hotel duhet ketë këmbim në objekt publik. Po mirë, pse të mos ta marr dhe unë? Çfarë problemi ka mund ta marr? Dakor? Ideja është e tillë. Palasa dhe gjithë bregu aty është zonë prioritare strategjike shqiptare, dakor? Sepse është një ndër zonat që t'jep 1/4 me mbi 1/4 e prodhimit të brendshëm botror, pra turizmi. Andaj kryesisht del, dakor? Dhe janë toka që janë shumë të lakmuara e tjera. Po të hyj pak analizës më të thellë akoma, janë ca që në Shqipëri quhen, ose më saktë njihen si fakirat e Shqipërisë, ose ndryshe njihen me termin ish pronarët. Pra de facto janë pronarë, po ua kanë rrasur dhe këta vetë tani kanë filluar të besojnë që janë ish pronarë. Edhe po të flasësh me këta pronarë, ne jemi pjesa ish pronarëve, thonë. Janë aq të trashë sa që e quajnë veten ish pronarë. Dhe në hierarkinë sociale të këtij vendi që është mallkuar në 7 breza, ato toka publike ti duhet i përdor për kompensimin e këtyre. Po ti kompensimin e këtyre që ja ke marrë tokën mes Tiranës, ja jep në çukat e gërgjet që svete jo as Shqiponja, edhe Shqiponja për ton të kaloj aty. Ndërkohë që me këto ti jep në forma që janë krye këput precedent korruptiv. Korruptiv? Absolutisht mo. Korporata investire shqiptare është masivisht me projekte të dështuara. Akoma nuk ka bërë një projekt vetin. Tani, pse duhet ti që të vesh dhe palas, ti thosh ati ke kaq hektar për të bërë hotel ti, dhe ndërkohë do më bësh mua, ku t'i gjonë, që ati bëte, një qendër shëndetësore apo një rrugë, apo që të logjetë për ti? Një gjë, po. Kjo s'u bën sens as ekonomik, as organizativ, as burokratik, as i logjik politike. Nuk bën sens pra. E para, po pse në palas për zotëri? Unë të thash të herën e kaluar që një Shqipëri tërë punon për baban Ariun. Po pse duhet të punoj unë për Green Coastin të bëjmë pyetjen ty tash? Dakor? Dhe kjo është ashiqare fare, kjo është të vjetësh me sy hapur. Pra, bëhet rrethi se e do ai, anashkalohet gjithë rruga se e do ai, çohet aty ujit e burimit se e do ai, etj të gjithë të janë. Tani ti bëjmë edhe çfarë? Ka nevojë për afus, nuk di çfarë do bëjnë ore. Për afus kot, gjë më imediate, ka nevojë për qendër shëndetësore palasa, hajt ja bëjmë ne. Po pse mund t'ja bëjmë ne? Në shteti. Çfarë sa bëj shteti? Ore, shteti ta bëjmë, se po pron shtetërore, tokë shtetërore. Por ti ke një investim privat, si ta bëri atëre Heliopedin, fondi zhvillimit, çfarë i bën atëre që i bën me fonde shtetërore Heliopedin, se donte Helioped babari u tulesh me helikopter aty, dhe gjithë horrat që bënin aty. Tani kjo nuk më bën asnjëfar logjike dhe është praktik krye kaput korruptiv. Kjo është vjedhja shiqare fare. Kushdo që hap, kushdo që lexon si lajm, për mendimin tim nuk ka sens. Megjithatë, në këtë Shqipërinë tonë anomalia është normale tashmë. Dhe në çdo proces është vendosur i tillë që do kalojë në një anomali normale. Jo, nuk duhet anomali, duhet gjë normale. Jo anomali normale. Po thash, do vijë një kohë që do na shikojë në sy, do na thonë që jeni të zinj. Dhe ne do mendojmë vërtet që jemi të zinj. Okej. Rez, një tjetër ishte goxha interesante ishte që fermerët do vënë kolateral prodhimin bujqësor. Tani, ta shpjegojmë për njerëzit që ndjekin. Kjo është gjë pozitive apo negative? Ta shpjegojmë për njerëzit që ndjekin. Okej. Çfarë do të thonë të vëj Thomas thjesht, unë do të marr një kredi, do vë 10 kuintal domate që do prodhojnë. Po sikur ta shpjegojmë ndryshe. Ti ke dele, po. Do t'i qethësh, po. Leshin e deleve do ta vësh kolateral për të marrë 10.000 euro në bank. Po. Dakor? E para jeni nga pikpamja financiare, këto nuk të sigurojnë ty as likuiditet se të bllokojnë pjesën e inventarit që ti e ke për ta kthyer në likuiditet. Okej. Por nuk i hyj kësaj se është term shumë i komplikuar ky nga ana financiare për ta shpjeguar për masivitet. Unë në teori nuk e kuptoj kush i këshillon këta që thyn me këto mrrolla, me këto broçkulla që s'kan logjik. Sepse duhet fermeri mallin që duhet ta shesi për të krijuar likuiditet, për të larë grantin apo kredin apo të krijojë kapitalin së përmarrës, duhet që atë që të duhet instrumenti kryesor për të kapur vlerën e shtorë nga tregu paran që ta shesi, ti duhet t'ja bllokosh në është si puna e bashkisë Tiranës që të bllokojnë gjithë llogaritë sepse s'ke paguar 15.000 lekë të vjetra. Dhe thot paguami, po ti mi ke bllokuar llogaritë, Ajdar, si ti paguaj? Pa më thuaj ti. Pra 15.000 lekë të vjetra kisha unë rastin, atë 12.000 lekë sa ishte. Po që ka njerëz që kanë për shembull, po ja fus kot 50.000 euro. U ka dhe më pak. Ka dhe më pak me absurditet të tilla. Po ti mi ke bllokuar, më thuaj ti si ti paguaj. Unë as trej, do ta marr, është një situatë nonsens që nuk ka logjik.
Megjithatë, bujqësia ka nevojë për ndryshim strategjik të frikshëm. E ka thënë gjithmonë të frikshëm. Po absolutisht është hambar. Vëjon ti këmbulësh te kjo. Vijoj ti këmbur kjo sepse unë mund të flas për parimet ekonomike. Po kur unë filloj e merrem me atë punë, që siç ta kam thënë shprehjen e famshme këtu që ke pas Zotrin e Krah, kur unë ngreq penin, po, që do të thotë ti merresh me atë punë gjatë gjithë ditës dhe nuk ka njeri as burokrat të tregoj ty si bëhet ajo punë. Pra kur ti ke kaq kohë që e bën një proces, nuk mund të vi një burokrat ta tregoj si bëhet procesi. Por ti nga krau tjetër do t'i përgjigjesh kujt? Fermerit, turizmit, bujkut, prodhuesit e tjera me nevojat që ka tregu, jo me ato që shpik ti nga mendja. Pra ti më thua mua si kanar që je, nuk e di kush ka qenë profesionist, jam i gatshëm të dal me këdo që më merr përsipër që ka ideuar këtë paçavure dhe të argumentoj logjikisht, akademikisht me të gjitha format, ta them sinqerisht. Kush i shkon në mendje për këto budalli që bë? Pra siç ta thash e kaluar për skemën e granteve që këta jepnin 100.000 lekë të vjetra, apo 10.000 lekë të reja, 500.000 lekë të vjetra, apo 50.000 lekë të reja, 50.000 lekë të reja. Sa historia e bonitetit që kishim marrë kolegë dhe kishim përdorur. Ose po.